një rrezik të mundshëm që vjen në ushqimit, madje siç është aflatoksina një kancerogjen për njerëzit, këto nuk duhet tolerohet. Nuk duhet tolerohet as kompanitë e mëdha, as fermerët e vegjël. Askush nuk mund të dalet të thotë që ne do të ekspozojmë popullatën me produkte me përmbajtje të aflatoksinës. Sepse klasifikohet një substancë kancerogjene, një substancë mjaft toksike, e cila natyrisht në sasitë që ndodhet nuk mund të japë efektet e menjëhershme, po jep efektet kronike. Pas sa vitesh do japet proceset tumorale, kryesisht në protokoll, për ta vazhduar pak, po ta shikosh dhe protokollin e kemi të njëjtë si të Bashkimit Evropian, alfatoksina, ngarkesat mikrobiale, antibiotikët, thuhet veprimi korrigjues në raste të tilla, karantinë, mos përzierje qumshi, refuzimi i qumshit deri në asgjësim ku e ka çuar direkt fabrika mundet të bëjë dhe asgjësim dhe njoftim.